Dashi, këtë javë do jeni shumë më të vendosur dhe të bindur plotësisht për të hedhur hapa para. Mirëqenia do mbizotroj gjatë gjithë kohës në jetën tuaj në çift. Do kaloni vetëm momente të bukura pranë partnerit dhe as që do mendoni t'i hidhni syt diku tjetër. Ju beqarëve do ju rëndoj pafund vetmia dhe kjo mund t'ju shtyjë të bëni gjëra të gabuara. Kujdes sepse prej tyre do varet gjithnjë e ardhmja. Buxheti nuk do të jetë ashtu si keni dashur dhe mund të bëni edhe sakrifica për të mos u rënuar plotësisht. Nëse familjarët ju ofrojnë ndihmë, pranojeni e mos u bëni krenar. Shëndeti për fat të mirë do të jetë i qëndrueshëm dhe nuk do keni asnjë lloj shqetësimi. Në punë do jeni të motivuar dhe do arrini atje ku keni ëndërruar gjithmonë. Demi, planetët do t'ju nxisin të merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave. Do jepni prioritet absolut jetës tuaj në çift dhe do bëni përpjekjet e duhura për ta konsoliduar situatën. Marrëdhënia me partnerin do të jetë fantastike pas ditës së martë dhe të gjithë do t'ju kenë zili. Ju beqarët do kënaqeni pafund pasi do arrini ta bëni për vete një person që ju bënte rezistencë prej kohësh. Në planin financiar, gjërat do ecin shumë herë më mirë se ditët e fundit. Do arrini të hiqni edhe disa para me njan. Për shëndetin duhet të përkujdeseni akoma më shumë. Mbrohuni nga i ftohti. Në punë nuk do preferoni të bëni shumë ndryshime, por në fakt do të jeni të detyruar dhe keni për të përfituar nga të mirat që këto ndryshime do t'ju sjellin. Binjakët. Kjo do të jetë një javë e mbushur me çaste të lumtura dhe me gëzim të pafund. Për ju që jeni në një lidhje, qetësia, harmonia dhe besimi tek njëri tjetri do të jenë pikat më të forta. Nuk do keni as pak mosmarrveshje. Ju beqarët do realizoni një takim breslënës dhe deri në fund të javës do të mund të filloni një lidhje të qëndrueshme. Buxhetin do e keni gjatë gjithë kohës nën kujdes, kështu që për asnjë çast nuk do t'ju dalin probleme. Gjendja shëndetësore ka për të qenë disa herë më e mirë se më parë. Nuk do t'i keni as shqetësimet nga stomaku si më parë. Në punë do arrini shumë lart për shkak të durimit, këmbguljes dhe vendoshmërisë tuaj. Gaforja. Këtë javë duhet të jeni shumë të kujdesshëm dhe të mos hidhni asnjë hap të gabuar. Ju të dashuruarit nuk do kaloni asnjë ditë të qetë. Partneri nuk do të jetë dakord me asnjë gjë që ju do dëshironi të bëni dhe kjo mund të sjellë debate. Sido që të vinë punët, mos bëni asgjë që atij nuk i pëlqen nëse doni që lidhja juaj të vazhdojë. Ju beqarët duhet të shihni rreth rrotull kudo që të shkoni sepse personat interesant mund të shfaqen papritur. Në planin financiar, asgjë nuk do të shkojë siç e keni menduar. Problemet do të jenë të mëdha dhe të njëpasnjëshme. Për fat të mirë, shëndeti do të jetë më i qëndrueshëm. Nuk do keni shqetësime serioze. Në punë do jeni të fiksuar edhe pas detajeve më të vogla. Suksesi këtë javë do të jetë i garantuar. Luani. Po nuk u tregua të matur e të logjikshëm, gjërat mund të marrin të atpjetën këtë javë. Nëse jeni në një lidhje, duhet të tregoheni më të përgjegjshëm dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të hidhni hapa të nxituara. Kujdes edhe nga disa provokime të partnerit. Ju beqarët do keni një periudhë të mbushur me njohje të reja, por nuk do të preferoni ende të hidhni hapa. Buxhetin mbajeni gjithkohës nën kontroll, pasi shumë shpejt do keni nevojë jetike për para. Për shëndetin do kujdeseni mjaft dhe gjendja do vazhdoj të mbetet e stabilizuar. Në punë nuk do jeni shumë energjik ditët e para të javës, por pas ditës së njëjtë shumë gjëra do ndryshojnë. Mos u dorëzoni lehtësisht. Virgjëresha. Javë e zakonshme dhe pa probleme serioze. Ju të dashuruarit nuk duhet të bëni asgjë që nuk i pëlqen partnerit tuaj sepse mund të keni probleme serioze me të. Merrni çdo gjë shtruar dhe mendoni për të dy palët. Ju beqarët nuk do mendoni shumë për jetën sentimentale sepse do të jeni të zënë me punë dhe angazhime të tjera. Buxheti nuk do të jetë as pak i keq nëse shpenzoni me kursim dhe maturi. Po u tregua të pamatur, situata do marrë të atpjetën. Shëndeti duhet pasur më në kujdes se asnjëherë më parë. Do keni dhimbje barku, probleme me stomakun dhe me kockat. Në punë do jeni të duruar dhe këmbgulës. Mund të lodheni paksa, por në fund do arrini atje ku e keni planifikuar. Peshorja. Përqendrohuni tek objektivat tuaja gjatë kësaj jave dhe mos e humbisni shpresën asnjëherë. Jeta juaj në çift nuk do të jetë shumë e mirë. Shpeshherë do jeni nën tension dhe do keni debate të forta me partnerin.
Mos u nxitoni në asnjë mënyrë për të marrë vendime të menjëhershme. Ju beqarët gjithashtu duhet të bëni kujdes pasi personat që do të takoni nuk janë bërë posaçërisht për ju. Duroni edhe pak më shumë. Gjendja e financave do të jetë goxha më e mirë dhe do arrini të kryeni edhe disa investime me interes të madh. Edhe shëndeti ka për të qenë i mirë në tërësi, pavarësisht se nuk do të mungoj her pas here ndonjë dhimbje koke apo barku. Në punë do keni sukses të garantuar dhe përveç vlerësimeve do merrni edhe shpërblime. Akrepi, javë shumë e mirë do të jetë kjo për ata të gjithë. Lëreni më një anë egon e mundohuni t'i bëni gjërat sa më mirë. Bashkëpunimi në çift do të jetë i fortë në çdo moment të dialogu do mbizotrojë. Do preferoni të qëndroni më tepër kohë pranë njëri tjetrit. Ju beqarët do jeni mjaft joshës e do bëni për vete persona të shumtë. Midis tyre mund të jetë edhe ai që do t'ju ofrojë një jetë të qetë me momente të lumtura. Financat do i menaxhoni më shumë për kujdes dhe maturi, prandaj gjendja do mbetet e mirë gjithkohës. Shëndeti duhet pasur më tepër në vëmendje, sidomos nëse vuani nga diabeti apo nga tensioni. Në punë do jeni mjaft ambicioz e nuk do ndaleni derisa të arrini majat. Shigjetari, këtë javë do t'ju rikthehet buzëqeshja dhe harmonia në jetën tuaj. Nëse keni një lidhje do jeni më shprehës se kjo do rindez pasionin. Venusi do të jetë planeti që do t'ju qëndrojë gjithmonë pranë e do t'ju udhëheqë në rrugën e duhur. Ju beqarët do kaloni momente mjaft delikate, por në fund keni për të gjetur personin që do t'ju përshtatet në çdo pikë. Shëndeti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme. Mos bëni gabim të jepni para hua sepse do t'ju duhen për vete. Shëndeti do të ketë shqetësime. Mund të jeni nervoz, mund të keni dhimbje muskush dhe probleme me gjumin. Në punë do keni fushë të lirë për të bërë çdo gjë që do mendoni. Gjërat do vendosen më në fund në vi. Bërqapi, dëgjojeni zemrën këtë javë dhe lëreni veten të drejtoheni prej saj. Për ju të dashuruarit do të jetë një periudhë sensuale dhe e bukur. Gjithçka që keni dashur do t'ju realizohet më së miri. Nëse jeni beqar duhet të tregoni shumë të kujdesshëm dhe nuk duhet kurrësi të pranoni të dilni me persona fanatik dhe xheloz sepse do vuani në të ardhmen. Me financa do jeni më të organizuar dhe më të arsyeshëm. Nuk do ndodh asgjë e papritur, po bët kujdes. Shëndeti do jetë goxha i mirë. Do keni imunitet të fortë dhe nuk do prekeni nga asnjë viroz. Në punë do jeni profesionist dhe do i habisni që të gjithë me ato që do arrini. Vazhdoni në këtë rrugë dhe keni për ta parë se ku do arrini. Ujori, javë e paqëndrueshme pritet që të vijë dhe do gjendeni përballë shumë vështirësive. Jeta në çift nuk do të jetë ashtu si ju e keni ëndërruar, megjithatë nuk do mungojnë tërësisht çastet e këndshme. Ditët me diell do të jenë e mërkura dhe e shtuna ose e diela. Ju beqarë do keni disa takime mjaft interesante, por nuk do të jeni gati për të filluar lidhje serioze. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme, por ju do dini si të menaxhoni dhe do e mbani gjendjen të stabilizuar. Shëndeti do jetë edhe më i mirë nga sa e kishit menduar. Nuk do t'ju mungojë energjia dhe alegria në çdo çast. Në punë do provoni eksperienca të reja dhe do ja dilni me sukses. Jeta familjare do të jetë e njëjtë. Peshqit, kjo javë do të jetë shumë emocionuese. Gjithçka do fillojë me qetësi për ju që jeni në një lidhje, por pas ditës së mërkurë pasioni do rikthehet në mënyrë të vrullshme. Do ndjeni aq mirë se që me zor do e besoni se jeni në realitet. Ju beqarët nuk duhet të bëni sakrifica ekstreme vetëm për të ndryshuar statusin. Me thjeshtësi dhe një komunikim të mirë, ju do të arrini çdo gjë që dëshironi. Buxheti do të jetë aq i mirë se që mund t'i kryeni pa frikë dhe investime të mëdha që keni menduar. Shëndeti do të jetë goxha i mirë. Do jeni në formë të shkëlqyer fizike dhe morale. Në punë do bashkëpunoni me disa kolegë dhe do arrini majat.